Horoskopi ditor e martë, 12 maj 2026. Dashi. Dashuria nuk do të jetë në qendër të vëmendjes gjatë kësaj dite. Gjithsesi, ambienti në jetën sentimentale do të jetë i qetë dhe pa probleme. Më në fund, për beqarët do të marrë fund vetmia. Do të takoni persona shumë interesant dhe joshës. Yjet do të merren me sektorin tuaj të parave, por përsëri do të keni probleme. Do e keni shumë të vështirë gjatë kësaj dite të ruani ekuilibrin. Deni. Në jetën tuaj në çift do të keni mjaft keqkuptime gjatë kësaj dite. Nëse partneri juaj nuk është treguar gjithmonë besnik, situata mund të përkeqësohet së tepërmi. Kujdes, për beqarët nuk është ditë e përshtatshme për të krijuar një lidhje. Nëse ju jepet rasti, mos e humbisni. Merruni seriozisht me menaxhimin e financave gjatë kësaj dite dhe mundohuni të limitoni shpenzimet. Binjakët. Do e forconi më tepër lidhjen tuaj gjatë kësaj dite. Nëse keni patur turbullira do t'i kaloni shpejt dhe do të ndiheni më mirë. Influenca e planetëve tek jeta sentimentale beqarëve do të jetë pozitive për disa. Një simpati e momentit mund të kthehet në një dashuri të madhe. Falyjeve do të mund të organizoni më mirë buxhetin. Sot do të jeni më të kujdesshëm edhe me shpenzimet që do të bëni. Gaforia. Dashuria për çiftet do të shkojë më së miri. Më në fund, kishte javë që ishi të shqetësuar për vazhdimsinë e lidhjes tuaj, por tashmë gjithçka do të marrë fund. Beqarët jo vetëm që do të kenë takime interesante, por mund të kalojnë edhe momente pasioni. Personi do të jetë i shenjës së luanit. Situata financiare do të jetë e përshtatshme. Do të jeni më optimist dhe mund të shpenzoni pak më shumë. Luani. Përfitoni nga dita e sotme për t'i shprehur më shumë ndjenjat dhe do e shihni që do të ndiheni mjaft mirë. Beqarët me shumë gjasa do të takojnë shpirtin e tyre binjak gjatë darkës. Bëjni syt katër dhe mos neglizhoni asnjë ftesë që do t'ju bëhet. Për sa i përket planit financiar do të bëni çmos që të vendosni ekuilibrin. Madje do ulni në maksimum edhe shpenzimet. Do t'ja dilni mbarn me sukses. Virgjëresha, askush dhe asgjë nuk do të prish dot sot atmosferën e ngrohtë që është krijuar në jetën tuaj në çift. Do të bashkëpunoni mjaft me partnerin dhe do të kaloni për mrekulli. Beqarët do e kenë shumë të lehtë joshin. Edhe personi që ju do të pëlqeni do të jetë mjaft charmant dhe interesant. Në planin financiar do të keni fat. Edhe pse nuk do të tregoheni shumë të kujdesshëm me financat, buxheti nuk do të tronditet. Peshorja. Nëse jeni tashmë në një lidhje do e lini pas një herë për gjithmonë të kaluarën dhe do të mendoni vetëm për të ardhmen. Do të ndjeni mirë dhe të lumtur. Beqarët duhet të tregohen të matur me të gjitha takimet që do të bëjnë. Ka disa persona që do të kërkojnë thjesht të tallen me ju. Mos ua jepni këtë kënaqësi. Merruni pak më shumë me financat sot dhe shmangni investimet e mëdha. Nuk është dita e favorshme. Akrepi. Jeta juaj në çift nuk do të jetë shumë e qetë gjatë kësaj dite. Nuk do të keni të njëjtat mendime me partnerin dhe do të kërkoni me ngulm që ai të bëj atë që thoni ju. Mos e teproni sepse do të rrezikoni ta humbisni. Beqarët, edhe pse nuk do të mund ta gjejnë dot sot shpirtin e tyre binjak, nuk duhet i humbasin shpresat. Financat do të jenë të mbrojtura në çdo moment. Do të mund të bëni edhe ndonjë investim. Shigjetari. Ditë mjaft pozitive për të gjithë të lindurit e kësaj shenje. Yjet do të jenë në çdo kohë pranë jush dhe do t'ju mbështesin. Klima do të jetë harmonike dhe ngrohtë. Mund të bëni edhe projekte për të ardhmen apo të planifikoni edhe ndonjë udhtim. Beqarët duhet të tregohen sa më të hapur. Mos harxhoni shumë sot, duke menduar se buxheti është i mirë sepse do të keni probleme patjetër më vonë. Bricjapi. Gjërat nuk do të shkojnë ashtu si duhet sot në jetën sentimentale. Do të keni disa vështirësi dhe keqkuptime me atë që keni në krah. Flisni sa më shumë në mënyrë që t'i zgjidhni sa më parë. Për beqarët, edhe pse nuk do të vijë ende dashuria, do të jetë një ditë e mirë dhe plot emocione. Shfrytëzojeni. Në planin financiar do t'ju duhet të bëni zgjedhje të vështira. Mendohuni mirë përpara se të thoni fjalën e fundit. Ujori.
Do e keni më të lehtë sot të flisni me partnerin tuaj. Do të diskutoni hapur me të dhe do të arrini të zgjidhni disa çështje që ju shqetësonin prej kohësh. Ju beqar mos pranoni të keni në krah çdo lloj personi. Më mirë prisni edhe pak që të gjeni dikë të thjeshtë dhe jo banal dhe mediokër. Financat më në fund do të jenë të qëndrueshme. Do të tregoheni të arsyeshëm me çdo lloj shpenzimi që do të bëni. Peshqit. Kushtojini më shumë vëmendje partnerit tuaj sot dhe shprehini me fjalë ato që ndjeni. Tregohuni edhe më tolerant dhe më të kuptueshëm. Beqarët edhe sot do të jenë vetëm, por kjo nuk do të thotë që nuk do t'ja kalojnë mirë. Yjet do t'i krijojnë ambientin e duhur për t'ja kaluar mirë me miqt. Kujdes me shpenzimet e tejskajshme, sepse do të ngeleni me xhepat bosh më vonë. Tregohuni të arsyeshëm.